Dhe se tani, ky do me përdor imunitetin, mburoj dhe të vazhdoj të na plaçkisë çdo ditë. Jo. Këto, ne jemi njerëz politik. Këto ne nuk i ndahemi më. Ndaj dhe janë këto dy arsyet më madhore, të cilët ne si forcë politike kemi mision historik, më të vështirin, ja u them unë ju, por të sigurt që ne do fitojmë. Cilit prej jush ju kujtohet shkurti 91-shit. Menduan se do na çfarosin. Vran 8 qytetar në lagjen rreth spitaleve. Lagje numër 10. Plagosën 100. Burgosën 300. Dhe organizoj vallë dhe vdekjes në gjithë Shqipëri me fanatikët e Enverit, por në fund ne dolem në të fort nga gjithë ajo terror, sepse qëndruam. Nuk përdorëm as armë, nuk përdorëm forcet, por përdorëm idealet tona, besnikrin tyre ndaj tyre dhe nuk u përkulëm. Sot sigurisht është kohë tjetër. Sot është një kohë tjetër. Veç se shumë punë kemi bërë për ta nxjerrë ashtu siç është. Po, mos e harroni këtë. Nuk mund të sulmohet një qeveri pa e faktuar që ti ajo zhvilloi farsë dhe jo zgjedhje. Nuk ishte e lehtë kjo. Po pse nuk ishte e lehtë? Sepse ajo është një proces, votim, zgjedhje. Nuk kanë zgjedhje ato. Ashtu zgjedhje kemi bërë në diktaturë çdo 4 vjet, edhe me daulle i bënim ato zgjedhje në diktaturë. Fillonte daulli atë qendra e votimit, ja edhe atëherë këta shkruajtën aty u administruan. Administrimin më të bukur e bënte diktatura, po ta marrësh usaj, e kishte çdo gjë me kuadrate, bravo po. Ndaj dhe ne filluam kryengritjen tonë. Kjo është kryengritje paqësore. Ta dinë mirë kushdo shqiptar dhe miqtë e Shqipërisë. Ne nuk ndahemi. Nuk ndahemi dhe nuk mund ndahemi. Pse? Shqiptarët mund mos ta besonin më. Ne jemi e vetmja forcë politike bashkë me Fidesin e Hungarisë që jemi në kam dhe gjallë dhe të fortë. Asnjë tjetër. Të gjitha forcat antikomuniste që u krijuan në vitet 90 u larguan nga skena. Ne nuk u larguam. Ne kaluam periudhat më të vështira, se çdo njëra prej tyre të pakrahasueshme. Po pse mbetëm ne? Ne mbetëm absolutisht vetëm sepse mbrojtëm të vërtetat që besojmë. Mbrojtëm idealet tona. Përndryshe, edhe ne do shkrieshim si bryma para diellit, siç u shkrin të tjerat. Ishin kjo erdhi fushata e fundit. Ja, po këta e vjetër, partije kështu e partija ashtu e opozicion, ja ku dolin ato të rejat. Ne na votuan. Pra, jo se ndodhin këto, ne, se duhet jemi të vërtet dhe realist. Ndodhin në Francë. Presidenti aktual ishte ministër i presidentit Holland. Dhe erdhën zgjedhjet, presidenti i thot ati do kanë ndoshti për president.
Jo, thot, do kandidoj, po do kandidoj me partinë time, jo me partinë tënde. Partinë e vetë se kishte fare. E krijoi partinë, dhe fitoi edhe president dhe shumicën në parlament. Pra, elektorati francez u tha jo atyre tjerëve, edhe disa miqve tanë, biles. Kjo këshur, po këtu jo s'ndodhi. Këtu nuk ndodhi. Dhe ju them unë ju, se nuk ka asgjë me të vërtet se rezultantja e mendimit qytetar, se konkluzionet, rezultantja konkluzioneve. Shqiptarët e panë, që ne jemi vetëmja shpresë tyre. Ndaj dhe ne jemi në mision sot. Çdo demokrat duhet të ndjej veten në mision. Kemi bërë 2 protesta. Ja u them unë ju, janë mirëprit më shumë në memorien time nofta se të gjithë protestat tona. Pse në mirëprit? Janë mirëprit sepse e din që ky mund t'i vetë çdo epitet, ja u mori zgjedhjet. Dhe e din se ky ka vjedhur, i ka plaçkit dhe tani bën grusht e shtetit, bllokon drejtësinë. Kjo është. Mos mendoj kush se mbështetesh për arsye tjera, për këtë të mbështet. Për këtë kemi mbështetje në mbar botën. Për këtë, ne do i provojmë shqiptarëve dhe botë se nuk rrim. Ne do të ngadhnjejmë, do të triumfojmë. Dhe shqiptarë do votojnë të lirë. Do ta mbyll jo për të dëshpëruar ju, po për të kuptuar se sa jetik është ky mision. Unë mund të them ju se ne po shkojmë drejt rrokullisës, zhdukjes me këto ritme. E përmendi Gëgelsi. Të rit nga Shqipëria në vitin 2025 janë larguar 4 herë më shumë se nga Serbia. 4 herë më shumë se nga çdo vend tjetër. Imagjinoni ju. Ku shkojmë ne pa të rit? Të rit tanë, ëndrrën e ndërtojnë në rrugët e vendeve tjera. Ne mbetemi, presim vitet të bëjnë punën e tyre. Po marr pra këtë aspekt patriotik që është ignorancie vendimtare, por s'është vetëm kaq. Sot ka një degradim të shtetit. Ju garantoj se në shumë aspekte është i pakrahasueshëm me degradimin e shtetit diktaturës komuniste. Po, zotëri. Mënyra e vetë poshtrimit të gjykatës kushtetuese është e pa shembull historinë e një shteti. Njerëz të shkolluar, njerëz të shëtitur në përbot, njerëz që mund të kenë përfunduar dhe studimet jashtë dhe të jenë kthyer. Shndrohen në larva njerëzore. Dhe bën strofulla e fundit e atyre që u kanë vjedh ju. Atyre që lanë të smurt pa ilaçe në spitale. Atyre që përzën trit nga Shqipëria. Dhe më lidhen njerë, dhe një i thot kështu, tjetëri ashtu. Më lidhen s'dyti, tjetëri jam ba, thot, s'kam kohë, iken. Sepse i nxjerrin videot e Horit nga Olton Bisri të regjistruar nga Lubia. E tjerë me radhë. Ky është vetëm një aspekt. Merr aspekt të djeshëm, të helmeve.
për masa makbethiane. Loje të mërshme, me jetën në shtetin e shqiptarve. Një mafje e pas një ndjenjë njerëzore. Krijon rrjetin jashtë të gjitha kushteve të trajtimit të helmeve. Dhe pat ju se si doli lubia tjetër, dhe se si doli nga gënjerin se këto si ishin gjë, se këto janë, se që mashtronin, jo, nuk janë helme, po janë tilla e atilla, ato ishin helme të shkallësme të lartë. Pra, mund të jap shumë tjerë. Ka një degradim, miq. Përpara ishte sigurimi i shtetit. Polici mizore sekrete ishin 4.000 vetë, të cilët përndishin dhe bënin çdo poshtërsi ndaj qytetarëve. Sot ka si ata 10 fish i tyre. Absolutisht. Po çfarë do i thush atij? Çfarë e quhen ti atë? I cili merr nga parat tuaja, 2 milion, 3 milion, nga rruga që ndërtohet dhe rruga Shemet, dhe shpife ju mashtron ju nga mjezindar. Glorifikon të keqen, demonizon opozitën, dhe merr prap para pastaj. Edhe ashtë këte unë, kjo nuk është e shtrirë më, vetëm në administrat, po e po. Lexoja unë një ditë i shkruan të njeri, po ti një drejtoreshe të përgjithshme se ç'ishte. E tilla, këto, ato, po si ajo janë shumica. Si ajo janë shumica. Po çfarë nënash motrash janë ato drejtoresha, më thoni ju mua, që i shojnë të smunat në onkologji, me smundje gjini dhe që e din, se cilat janë pasojat e smundjes gjirit, dhe i lanë aparaturën 2 vjet, 3 vjet pa punim, pa punë. Çfarë mund të thuash atyre? A mund të thuash atyre nëna dhe motra? Shumë vështirë. S'ka asgjë të përbashkët. Pse po e them këtë? Po e them këtë për ta pas qartë secili nga ne, se çfarë transformimi, çfarë metamorfoze të tmerrshme ka psua ky shtet. Ky narkoshtet. Vjen nusja me një pallat e Edi Rams. E denoncojmë, ne bëjmë të gjitha këto, pallatin paje, këto ato. Ku del problemi? Del problemi se pallati nuk kishte asnjë faturë, asnjë qindark, as ndërtimi, as bankare, as tatimore, as doganore. Madje ndërtuesi e kishte regjistruar edhe vetë në emër ti pallatin e Gjak Pirsës, në paj. Tani më thoni ju mua. Qa ndodhi? Ai mori rrugën e cila kushtonte me të gjitha përllogaritjet 73 milion euro. Dhe rrugën e përfundoi me 330 milion euro. Dikush thot dhe 400. Rrugën Quks Qaf Floç. Sigurisht, a i ndanë pare me ta, se të gjitha se ka lënë ati. Dhe rruga Shemet segment për segment. Mos është vetëm ajo, jo. Jo, mërë jo. Kjo është kudo. Pra, e them këtu para jush. Shqipëria ka nevojë etike për një transformim po aq të madh sa 90-ën. Edhe do t'i themi gjëra në sy. Ta dinë shqiptarët. Çfarë do bëhet? Çfarë do bëhet me 300 apartamentet e Lubi Ballukut?
dhe ju siguroj që është vetëm 1/10 e pasurisë së saj. Jo. Të gjithë këta, të cilët i bën Shqipërisë, i shkaktuar shqiptarëve në aspektin më thelbësor të ekzistencës tyre, dramën më të madhe nga vitet 1300 të mortajsh zez, këta meritojnë dhe do meritojnë ndërshkimet më të rënda. Më mirë t'ja u themi me haptas për para dhe të qëndrojmë. Tu qëndrojmë dhëm për dhëm në fitoren e betejës tonë. Çfarë është Ergyes Agasi? Sa Ergyes Agasi janë ta? Është njëri për i tyre. Jo, nuk e, ajo është një, ata që ka një orë, është një ordiner, drejtor. Po e pat ju se si shkonin ministrat, si shkonin gjyqtarët, si shkonin prokurorët të zyra e tij, dhe që organizon të vrasin nga zyra e tij. Po 100% kjo e faktur. Pra, edhe ky është një thirrje e madhe për ne. Të bashkohemi. Të bashkohemi me çdo qytetar të ndershëm që beson që është i gatshëm të ngrihet për të shpëtuar Shqipërinë. Asnjë lloj, askush tjetër, përveç nesh, njerëz që mbrojmë të vërtetën, njerëz që i kemi qenuar besnik, pavarësisht nga sakrificat idealeve tona, nuk do të shpëtojnë Shqipërinë. Data 10 shkurt është dita jonë, është dita e kryengritjes sonë paqësore, është dita që do të dridhen themelet Edi Rams gjerë në largimin e tij nga pushteti. Faleminderit.